Në sofër, meraki dhe ushqim tradicional, muzikë popullore, është hapur në Gjakov në lagën e drithit të qarqisë së vjetër festivali Sofra Fest. Sipas organizatorëve, festivali është bërë me qëllim të rrujtjes së vlerave tradicionale, por që nuk do të mungojë edhe muzika argëtuese. Për fillim është shumë mirë, se është një sang i cili po bëhet për herë të parë, edhe që shpishini edhe vetë që nuk ndodhë zakonisht, ka mosha ma të shtyme se sa zakonisht e bone për organizime. është moshe cila realisht na nuk dim që shmu sjellë në ta. Po e kom u dashti marë babën të nga dhërëm galëzë që shmu sjellë në ta, po realisht mirë për shkak. Në Sofra Fest para publikut gjakovar këndoi edhe këngëtari nga Shkodra, Bujar Qamili, i cili e vlerësoi këtë organizim. Unë sot e vinë në sofrën gjakovare, i ftuar nga bashkia e këtij qyteti dhe jam shumë i kënaqur që në treg që kam marrë gjatë provave me grupin artistik simpatik Ashikët. Ne kaluam disa prova, sonte unë do të jem para publikut të Gjakovës me një potpuri shumë të gjatë me këngë popullore qytetare shkodrane, se cilët besoj se spektatori i Gjakovës do t'i mirëpresin me duar të rokitje. Sofra Fest është mbështetur edhe nga komuna e Gjakovës, ndërsa kryetarja e komunës Mimoza Kusari Lila tha se aktivitetet e tilla janë të qelluara. Mua më gëzon fakti se kemi ardhur në idenë kur duhet të kujtojmë të kaluarën, por gjithashtu edhe ta ruajmë tradicionalen. Dhe nuk ka vend më të dur se Lama Dritit që të fillojë të bëhet ky festival. Gjithashtu përveç në kuadër të komunës së Gjakovës, synimi ynë është që vitet në vijim ky festival të kalojë jo vetëm kufijtë e Kosovës, po edhe më gjerë. Ruzhi Rama, pjekës irakis, shpreh i kënaqur që përveç shtëpive qytetarët e Gjakovës kanë pasur mundësi që ta pinë rakin edhe në ambient të hapur. Shumë bukur më mdoket, shumë klasi. Mi përjetu këtu sene këtu më mbledh Gjakovar në këtë shesh. Këtë shesh 2 vjetë të Gjakovës. Ndërkaq pas muzikës popullore, festa vazhdoi me muzikë me ritmike ku performoi këngëtari nga Gjakova, Valon Sheu, që këndoi deri në mbyllje të natës së parë. Sofra Fest ka filluar të premten dhe do të zgjasë 3 ditë. Sonte Sofra Fest fillon nga ora 20:30 ku do t'ja fillojë me muzikë popullore dhe do të vazhdohet me muzikë rap dhe R&B, ndërsa në natën e fundit do të performojë rock grupi nga Kosova Jericho.